Daily Mail publikon raportin bomb. Soros mund të ketë shkelur ligjin me donacionin $40 milion. Fushata e Zoran Mamdani po përballet me akuza shpërthyese se ka përfituar 10 miliona dollar të kanalizuara nga bamirësit e lidhura me George Sorosin si pjesë e një skeme që mund të ketë shkelur ligjet federale për tatimin. Ekipi 34 vjeçarit Mamdani ka deklaruar gjithmonë se ai ka dalë nga anonimati për të bërë favorit për kryebashkiak të New Yorkut fal një lëvizje organike me shumë dhurime të vogla dhe qindra të rinj me çanta shpine që bënin fushat. Por një raport nga faqja konservatore White Collar Fraud po e vë në dyshim këtë qëndrim. Sipas tyre, një rrjet organizatash jo fitimprurse të lidhura me Sorosin ka koordinuar në mënyrë të zgjuar operacionet politike dhe në terren për të mbështetur Mamdanin, duke pastruar më shumë se $40 milion dhurime bamirësie. Daily Mail shkruan se grupi Sorosit kundërshton gjetjet e raportit për paregullsi, duke thënë se ai është i mbushur me pasaktësi, supozime të rreme dhe dezinformata. Matematika nuk është e vetmja që nuk shkon. Grandet që përmendi shumë prej të cilave ishin të destinuara për projekte dhe kauza specifike diku tjetër në vend, siç e kemi zbuluar u dhan vite para se të fillonte gara për kryetar bashkie, tha për Daily Mail një zëdhënës i fondacionit të shoqërisë hapur, i cili u themelua nga Soros dhe tani drejtohet nga djali i tij 40 vjeçar Alex. Sam Antar, një themelues White Collar Fraud, tha se këto organizata mund të kenë shkelur ligjet federale për tatimin. Ai ka dorëzuar 11 ankesa si sinjalizues në IRS. Antar, i dënuar më parë për mashtrim, tani ndihmon qeverinë në hetimet mashtrimeve financiare dhe pleksione për krime të tilla. Ai e përshkroi Mamdanin, një produkt të një makinerie politike që ka militarizuar ligjin për tatimin mbi të ardhurat dhe tha se Sorosi përdori organizatat jo fitimprurse për të financuar aktivitete që dukeshin si fushata, por ishin në fakt për një kandidat të caktuar. Problemi është se ata nuk po bënin fushat për një kauzë të përgjithshme si të drejtat e grave, ata po bënin fushat për një kandidat specifik dhe kjo është e keqja, tha ai. Sipas